Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kur je në botën e davetit, duhet me të shoshnu disa terme, apo? Do të thonë shpesh, për shembull, termi sakrificë, për shembull. Do të non stop me lexu për sakrificë, me ngu për sakrificë, është natyra e punës që lyp sakrificë. Ose për shembull termi për shembull vllaznillëk, apo është temë se daveti është koncept komunitar, nuk është koncept individualist. E njëjta vlen edhe për çka çajna për përmbyllën më çkëtësiri, afrimi i zemrës, do si noncion, si term, apo si fjali do të më të shoshnu si shpesh. Si shpesh shembull gjendesh me vepru diçka ose me bë diçka, vesh me do thonë afrimi i zemrës. Ku kanë do mësime bujaria, falja, apo lutja, mbjellja e vlerave të njëjta. Do çka ke koncepti që me investu, me afru zemrat, që rrjedhimisht ky afrim i zemrës më kon pastaj interesi, do thonë i davetit. Ndaj, tu du me nënvizu një fakt që koncepti i afrimit të zemrave është koncept që do të krejt njerëzit me po vetëm potencialisht, do thonë kandidat për me kontribu. Nuk ka të bëj, do thonë kjo veç kush ka mundësi me dhonë edhe këta do të mjafru zemrat nëpërmjet dhuratave, nëpërmjet bujarisë më gjënësisë. Jo, do secili për neve mund të më kanë, e sidomos nëse shkomi me atë logjikën, nëse kisha pas drejt me përdor këtë lloj analogjie, kush e jep gollin, nuk ka detyrimisht ai që ka bërë lojën. Është e qartë. Do të thonë në lojën e kanë bërë 7-8 vjet. Mas pram të njëri e jep goll dhe golli është interes i krejve. Do të thonë shpesh na mundemi pas davet sukses. Për shembull ti fol dikujt edhe thu Allahu Akbar, i kon fol një orë dhe ja nisi më fal. Ti e konon i 10, 9 vet para te e kanë bërë terrenin gati. Një kushi i mirë musliman, një hoxh i artikulum në internet, apo një lajm i mirë që e ka lexuar dikon për shembull, apo shumë shka kanë diku që u bë gati ti mos e na me një orë me kry punën. Ndaj, nëse kena në konsiderat që këtë fakt, atëri bie, se seri për neve, do të me menu që tu i fol dikujt, tu mos i fol, na veç i na të vë gati terrenin me ullzu dika. E që i ders ma shumë ka të bëj me që këtë. Do të thonë, na mi pas do investime, do kontribute, do përpjekje, me bë gati, do të thonë, në hyrjen e tyre në islam. Për shembull, ti ki do kushëre, ata në moshën që ti je, ata nuk të pranojnë. Ata janë 10 vjet pas majt më të mëdhenj se sa ti. Mundët vaki 10 vjet i vesh do të teren me bogati, për në mujtë me mullzu ata ndurtua. Kujdone, sjellje, mirësjellje, interese, mu kujdes për ta, kujt me bodi shka. Kësë sot inshallah kena me trajtu që në interes të davetit mu përfshina krejt nëpërmjet një diçka e kom titullu mirë shkuesia shoqërore. Mu gjetë mirë ti në shoqni. Mu gjetë mirë në rreth. Me qu mirë me njerëzit edhe në rrethin domthonë ku gjendesh, shumica e kësaj mirëshkuesie është davet pa të falme. Shumica e kësaj është davet pa të folur. A e finalizon, kjo është masën shumë relative. Mund është do shtavesh me sjellje dhe mas më të interesohet për fen Allah të dhahin. Mund të mos më finalizu dikush tjetër e kushtimisht ton gollin, a moralisht ti e ke gati me sjelljen tonë, pa marrë parasysh domethënë a flet. Ktu hen mirëshkuesia me fisin, he fshinjësia e mirë, he kontributi shoqëror, he pastaj vizitimi të smurit, he përgjegjshmëria në punë, për shembull dikun je më i përgjegjshëm në punë, ke marrë një kontratë me dikant, je i përgjegjshëm se si qytetar, si musliman i mirë kështu më radh, po edhe si davetxhi thua edhe një herë me kujdesshëm që ti lani përshtypjet mirë që këty do të interesohet për fen Allah subhanahu wa taala, pastaj përgjegjshmëria në kontratë, në llaf, në besë, e këto gjona me shtuti domethënë vëmendjen në mënyrë që domethënë me lënë gjurmë. E këto gjurmë pastaj më kanë në çaj investimi. Do të thonë, mirëshkuesia është koncepti i gjon, prej te fisi fshinje deri te kontraktuesit, edhe do të thonë kush do të cën ki punë, më jalon një shenjë të mirë do të thonë si musliman. Fillimisht, na duhet me besu në vëllezër që me fitu përshtypje të mira është projekt. Jo është i qartë? Do të thonë, jo vetë është projekt me prioritet. Ndaj disa njerëz që pretendojnë që janë davetxhi ose kanë entuziazëm për davet. Ndërkësh, do të thonë, kërkuna s'ja kanë lënë një përshtypje të mirë. Me varfome kjo nuk është edhe aq e sinqert. Se kjo para predispozit. Është predispozit për me mujti me mi bë davet. A e ka pas Resulullah sallallahu alaihi wasallam me prioritet përshtypjen e mirë të njerëzve? A e ka pas me prioritet me fitu përshtypjet e mira të njerëzve? Goni çfarë? Shohim Muslimi pe Aishës radhiyallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: "Laula anna qaumaki hadithu ahdi bi jahiliya." Au qale bi kufr. Thot vetë se populli atë me kasit, frikën dorë për gjahiljetit,
frikë kanë dorë për kufrit. Apo pak kohë kanë që kanë hinë islam. Thot mos t'i shkon që kjo la anfaqtu kanzal ka'bati fi sabilillah. Mos t'i shkon që kjo e kisha marrë thesarin, që është një pasuri e madhe në Qabe, do të kisha marrë e kisha nxjerrë dhe kisha qitën për fi sabilillah. Thot wala ja'altu babaha bil ard. Edhe derën e kisha çuar në tokë, jo domethënë nalt. Wala adkhaltu fiha min al hijr, edhe kisha inkuadruar në Qabe domethënë pjesën e hijrit. Domethënë kush po i ka në konsiderat përshtypjet e njerëzve. Sa do të thonë ky ardh edhe Qabën po do më prish, apo? Po i ka në konsiderat për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shumë e rëndësishme, se shpesh domethënë disa raste kur disa pejgamberëve i kanë konsiderat disa meselë, thonë çdo nuk bën se në popullin tonë kesh kuptohet, ose në popullin tonë domethënë mirat përket sado që i arsyeshëm. Nuk ka kjo pikë dopt vllazni. Kjo është domethënë është menhej. Vetë për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur konsiderat, nuk na të fol me lan farse, se mos mund të nuk kam plan në farse Allahu subhanahu wa taala. Domethënë me pas konsiderat, me pas njerëzve përshtypje të mira është projekt. Ndaj, ti gjendesh me një godin, gjendesh me një ndërtesë, gjendesh me një lagje, gjendesh me një fshat, me një fesë, me një familje, me një rreth shoqërore kështu me radhë, me një rreth që e ke rujt pi shkollës fillore të mesme kështu me radhë, me një rreth të punës, me koleg, tankon do të më të shoqëron çka ti. Domethënë, çfarë përshtypje pilon, që ndoshta piç aty është e piknisja e kthimit të ti me mua apo me dikant tjetër. Ta s'ka rëndësi me ty apo me dikant tjetër. Rëndësishme është që ti e kanë ai domethënë piknisja kryesore. Piknisja domethënë kryesore. Dhe po i morëm disa shembull që janë në sunet, që çyshi vetë që kjo mirë shkuesia domethënë shoqërohet në interes të Davidit. Shembull të Tirmidhiu, shehëm të hadith sahih, pe Mujahidit anna Abdullah ibn Amr dhubihat lahu shatun fi ahli. Sa Abdullah ibn Amrit domethënë në shtëpi e kishte thërë dikush një dele. فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي كثرنا يكيني شو مش هدية ضرات كوشية ستون هبريوت دهار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ثان نوكش نال س بروسيتو لجبريل يوم نيفا ميسو سمتو ثان نوكش نال جبريل دوكن بروسيت për kushit për fshit derisa ka menuar që mos po i bën atë pjesë të trashëgimis. Domethënë mundesh me një këshillë të mirë apo me një fshinjësi të mirë. Absolutisht që cila mund të më ndodh me edukatën tonë familjare, nuk ka ndoshta çast shumë e sforcuar fetarisht. Me apo gati shumë vllaznive dikun tjetër davetin për ta. Për shembull, çaj kush fshihet është doja e një vllajit. Në është qartë. Ai ti s'ke nevojë mi fol aty, kam i folën, domethënë nipi ti. Amo ti animon piknena. Është qartë, me sjelljen tonë, me dhuratat e tua, me mirësjelljen tonë, me kujdesin, është qartë. Ku diunë, gjeste nuk do më hitë kjo ti. Domethënë fshinjësia e mirë është projekt, sepse ne mund të më 3-4 me 3-4 vjet. Ndonjëherë në vëllezër, që këtë kisha pasur dëshirë me kop mirë. Ndonjëherë mirë shkuesia shoqërore, me shku mirë, me shoqëni, me rreth. Mund të më kanë një inkuadrim për një rol, inkuadrohesh ti për me marrë një rol, dhe nuk pajtohesh me nejt spektatorë dhe mos me qa kokën për atë situatë, po ti e merr një rol për më kon kontribues. Është një situatë, ka ndodhur me dikën, ti bëhesh pjesë e problemit, bëhesh pjesë e gajlës, mos me nejt spektator, po më kon kontribues. Për shembull, dy të afërm këtu e kanë një farë problemi, dy kushëre për shembull, e kanë një farë problemi. Edhe aty më ka hinë ati thella ata. Ama ata përgjithësia kanë një farë respekti për ty qef ma fetar. Edhe ty mundesh me prit mas prompti që përfundon rasti, që ka me përfunduar gjykata, po edhe ty shkon për shembull inkuadrohesh, mi zbut gjaknat, mani, pa një hallë tjetër, zbut no. Është i qartë? Ata të dytë ndoshta e kanë prit dikush marr pak mi zbut. Se ata momentalisht për shembull familjarët e tyre janë të dhëz zjarmin. Është i qartë? Ti vjen i treti. Me bon, për shembull ata që ata dy shokë, ose ata dy tafër, me pas përfunduar me një situatë keq ose me përfundim fatal. Apo ai që shkon ndoshta fatkeqësia e ty në jetës. Ama ti që e ke evituar çka situatë, ata kur sta harrojnë. Në short, don kem tu imbela, ama na pse filoni. Allah është shpëleft. Vën mos 5 vjetëve 10, dikush ka më bë davet kundër teje, do thonë, mos ka më ndrufeja në ka një farsekti apo kush ka më mbrojt, çfarë ka më mbrojt. Se ti ke hime rol kontribues, ndërkohë që tjerë kanë një spektatorë dhe mos kokçarës. Ose për shembull një qeft bashkëtorë, ose vllazni, domethënë për emrin e komunitetit vllaznive dhe motrave ose tafën për shembull. Janë para divorcit. Domethënë ti ki mor vesh. Ky ose ajo ka gabu diçka ose janë ftof ose ku diçka, edhe ka një moment që ata janë para divorcit.
Edhe ti mendon që mundesh mi fol burrit. Edhe mja zbut zemrën, mi fol, rëndësia familjes, fëmijët, shkojnë poshtë, ajo kjo. Edhe ti bash sebeb mos mendosh që divorc. A është e qartë? Ata mund më konë gjahile ose mund më konë të zumë. Kjo shumë është irrelevante, është qartë. Amo ti ki shumë kredit pasaj të ata njerëz. Është qartë. Kur do nesër mas 5 vjetë mas 10. Sot ata i kanë fëmijët për shembull, domethënë foshnjë. Po nesër i kanë të mëdha edhe ti kimi thonë apo vjen filan xhamin me çu me mësu Kur'an. Ty ta kanë hatrin me t'i dhënë fëmijët. Ose me pranu një regjistrim me ku diun çka. Domethënë ndonjëherë është mirë ndonjëherë, domethënë mos më nejtën, domethënë indiferent. Situata ku mundesh më shfrytzu për me fitu kredit, sidomos nëse janë momente kritike. Momente kritike e hupin njerëzit të arsyeshëm arsye. Është qartë? Ama ti e marrë arsyeshëm se ata se ti je me mision. Ti je, domethënë ti nuk kushtot dhimbt shumë si rasta një plasaritje ty ose një divorci ty. Po pse na vën keq, po nuk është domethënë gjithçka që ti e lidh me atë. Lidh ti domethënë çysh me mujt më ja bën një ner, që në ta domethënë me këty ket në domethënë në favor për davetin. Për arsye për shembull, thot Allah subhanahu wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kujtoni ju mirësinë e Allahut ku ju ishi më parë armiq e pastaj Allah subhanahu wa taala ja ofroi zemrat. Edhe domethënë me mirësinë e Allahut u bën vëllezër. Kjo ajet ka zbrit për ansarët. Ibn Kathiri thotë çfarë thotë? E ka përmend Ibn Ishaqi, Muhammad ibn Ishaq ibn Yasari dhe të tjerët. Thotë se kjo ajet ka zbrit për Ausin edhe për Khazrejin. Keni vëmendjen? Wa dhalika ana rajula min al-yahud marra bi mala min al-Aws wal Khazraj. Thotë se një hebrej, kishka ka përsy ka fisi Aws dhe Khazraj, dhe ata ishin kont mlath. Fasa'ahu ma huma alayhi min al-ittifaq wal ulfa. Edhe shumë tha ju prish qefi Jehudijës kur I po tha çashtu unifikum tha Khazraj dhe Aws. Këto kanë luftuar me shekuj kundër një tjetrit. Kejt vllazëri vesh keni vëmendjen, do të ansarët, on secili e ka me atë tjetrin një të keqe që se ka harru kur. Ti ja ka vrap vllajin, ai ti babën ai tjetri. Ato se luftu kanë. Luftë me shekuj. Këti dajën, këti dhëndrin, mikun, kejt kanë pasur si ma vete. فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب ففعل. Kur e po Jehudia e mor njëri tha shkothat e Ausit dhe Khazrejit. Edhe kallzoi që jeni vrarë përpara. E kush ku ne ka vrarë, kanë ka vrarë. Pra trazoja plagët, trazoja kujtimet e këqija që I kanë pas. Që t'ju prishet që ky vllaznillëk edhe që ky muhabet I mirë. Wa ghadiba ba'dhum ala ba'd. Edhe tha kur I nisën muhabetet, pas kujtohet ky ajet çysh apo? Tha vesh tha unë nxejtën gjakna. Se janë konë dhimbta të moja. وتناثروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم. Nësat kjo me mesar këndo. Tha kur janë nisi më kujtuar ato çka kanë pas përpara, tha veç tha janë nisën tha ngritën zonat, secili tha I ngriti ato parullat e veta dhe thanë bëni armët. U nxajtën me njëherë, bëni armët. Tha وتوعدوا إلى الحر. Dhe thanë po dalmi te harra dhe çati domethënë luftohemi. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم. Tha imrini Allah fi për mesaj, men ja Rasulullah mi qëtësu. A I thëkja, abi da'u al-jahiliya wa ana bejna dhurikum, a me muhabetet jahilijet I thonë të konë mesin juaj. Pastaj tha, o tala alejm hadi l'aja. Edhe ja kënej që këtë ajat, فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم. Tha dhe u pajtun, u përqafun edhe I gjojtën anë. Në më thonë, inkuadrimin problem, jo me nejtë indiferenta me këshyseri. Inkuadrimin problem është kredit për me se sahabët nuk kanë pas interes, ata edhe 200 vjet I kishin qumë, sa ata me qindra kanë jeftu, edhe 100 kishin edhe kush pa fitim. Për ata u konë interes, ata mos më vrojnë mes veti. Për ata u konën arritje e madhe që u nal vllavrasja mes dy fisë. Mirë, po mos me pasar për ames ose me inkuadru një problem, domethënë kish mujt me eskalu situata. Ndaj domethënë çto e kena një mësim të vëllezër, jashtë dersit po me rëndësi. Shpesh njerëzit kanë disa plagë që janë sikur vullkane. Në vend dikush ta prekë ta trazon. Për arsye domethënë është roli davegjis mi fik çto. Për shembull se dikush vjen edhe për shembull e keni pas një mohabet me një vëlla para 5 vjetë apo 10 vjetë. Edhe vend dikush thotë u kon shumë rona ja, apo. Edhe s'di çu e ki dërua, s'di çu e ki bo halal apo. Duhet me ardha minimum që mos me lën kët me kalla anë që kët zgjat.
sepse njerëzit sidomos te çështja e domethënë e belave, te hatërmbetjeve, domethënë shpejt kthehen te domethënë te e kaluara, aq më tepër që domethënë nëna domethënë misionar, na nuk jena domethënë njerëz që nuk duhet me dallu pi tjerë. Nëse tjerë domethënë e llojisin burrni me kallën kashtë, apo na duhet me llogarit burrni me fikën domethënë kashtë edhe me qetësu njerëzit domethënë. E sidomos nëse njerëzit janë para një belaje. Çka mos harroni. Nëse njerëzit janë para një belaje, edhe ti bën se vet me fik atë bela, domethënë ajo është një plus te familja që domethënë sa ti je gjallë mund ki kredit me vota vet. Nuk është qartë, ata kanë mund të më përfundu ndoshta këtë burrat e fisit me përfunduna për burgje ose përfundim fatal, ti e bose vepe kinal, domethënë koha është domethënë e arriti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kontribuar dhe në ndrejtje të çifteve. Edhe kur u kon fjala për shtresa, domethënë jo shumë të rëndësishme në shoqëni, nuk jo shtresa me ndikim, sigurisht ka rasti Berirës. Sikur sa shënoi Buhariu prej Abdullah ibn Abbasit, ana zawja Berira kana 'abdan yuqalu lahu Mughith. Berira ka pasur burr Mughithin, ama e ka pas burr kur janë kanë rob të dytë. Edhe kurse ka dashur. Ama s'ka mujtë më martu me një të lirë, se u kanë edhe robnesh. Densa e ka fitu lirin. Kur e ka fitu lirin, pastaj u kanë e lirë mos me nejt me ta, mos me vazhduem, se tash më është e lirë, ka drejt mos me jetu me rob. Edhe i ka thonë pejgamberi sa Abbasit, i ka thonë Abbasit, i ka thonë la ta'jabu min hubbi Mughith Berira, thonë po çuditesh se si Mughith do Berirën, o min bughdi Berira Mughitha, edhe se sa e urren Berira Mughithin. Edhe pastaj i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Berirës, la raja'tihi, po pse s'pi kthehesh? Ktheu, do vazhdojnë bashkësinë. Ka një Rasulullah, ta'muruni, apo murdhran? Ka thonë inna ma ana ashfa, thotë më vishëm të ndërmjetësu. Thotë la haja deri fi, thotë nuk jam interesuar me ju kthy. Domethënë, shpesh një ndërmjetësim i joti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vend tani Mughithi u kanë rob. Është qartë. Merr i hin hall me ndërmjetësu për një rob. Ç'e ka pa kjo rob pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ç'e ka dashur ndonjëherë më shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Domethënë marr për punën tonë, më morën me fol me Berirën, domethënë Rasulullah sallallahu alajhi wasallam. Domethënë shpesh ti mundesh mos me pas lek, ti mundesh mos me pas ndoshta, ti mundesh me pas autoritet. Më kry dikujt një punë, një ndërmjetësim dikun ku lejohet me ndërmjetësu, është e qartë. Mënyra të ndryshme për me kallëzu se unë jam me juve. Apo? E kur i kallëzon që jam me juve, tani kur i vesh mi thonë edhe unë jam me juve, po du me çun, po do me shku bash xhenet. Po thonë tamam, te ke vërtetuar që jam me neve kur e kena pas çka situatë. Domethënë situatë. Për shembull e tjerë, i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka kthyer në interes edhe investim davetor, madje edhe miqësimin edhe martesën. E që kjo komuniteti jonë sot është kohë i dobët në çket pikë. Domethënë martesa në shumë të raste nuk është projekt i davetit. Është qartë? Më vjen keq, e kena biseduar jashtë dersave, po, domethënë nuk është në shumë të raste nuk është domethënë që motet me davet. A kjo është gabim. Banu Mustaliq. U kam fis për fiseve të Banu Khuza, për fiseve më të rëndësishme arabe. E rëndësishme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka insistuar që etnikumi më i rëndësishëm i islamit më kon etnikumi arab. Edhe çështu ka ndodhur. Edhe kjo ka çështuar ndën ditë gjykimit. Domethënë del një popull që qenë dietare se këtë respekt, ama etnikumi, indi, thelbi i umetit janë arabët. Domethënë prishën arabët, domethënë umeti nuk ka në rregull. Ndrejtën arabët është me rëndësi. Pjesë që sa ju konë që pejgamberi ose kur ka pas ballafaqime me arabët, ka insistuar do gjona me u shmang. Për shembull, ka insistuar mos me ja robnue gratë edhe çikat. Ndërkëse robnimi në atë kohë kon pjesë e luftës. Ama nuk ka ndodhur kjo gjithherë çështo, se ajo kon luftë, edhe ka ndodhur që i kanë robnuar edhe gratë edhe çikat e tyre. E rëndësishme kur ndodh betejë Banu Mustaliq, fis me nami arabëve, betejë e rënd, ama sahabët fitojnë fuqishëm. Edhe robnojnë shumë. Pjesë e robnimit ka pasur shumë grane me shumë vajza. Edhe pikë dopt. Edhe një pirobeshe u kanë edhe Juwairia, gruaja e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që pastaj bëbon gruaja e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Juwairia bint al-Harith. Mirë po kjo i bie hise një sahabijut. I bie aty kur shpërndahet ganimeti i bie hise. Ndërkaq u konën vajza e kokës së popullit vet. Njëri më i rëndësishëm i fisit, kjo çika e tij. Edhe mi falforma nuk u kon, domethënë e lehtë me përfundu kjo në robni. Apo kupton çika e zotninës me përfundu në robni. Ama keni vëmendje vëllazë, këto muhabet luftës, po kështu far burrni kanë pasur ato.
Do thonë nuk u kon ky mohabeti me çuj natin ndaj çosh urrëtjesa. Edhe i bë, domethënë shpërndat ato Gjueria i bë hise domethënë sa vjet. U kon shumë rrit, domethënë ka transmetim ka pas gjuar 17 vjet. Ç'o ndodh, kjo më i thotë Sabi, thotë, a muj me ble lirin teme? A muj me bë diçka, me ble lirin teme, sonë nuk muj me ne trobesh. Edhe thotë, okay, edhe bën një farë marrëveshje për lirimin e saj. Edhe kjo mënia shkon edhe i kanë ndihmë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e kupton që vajza e kujt është, apo tash komplet fisi mushrik. Komplet fisi mushrik. Edhe armiqt përbetum edhe domethënë kanë insistuar me luftu me sahabët. Kanë insistuar me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kur e kupton vajza e kujt është, thotë ti bosh gruaja jeme. Edhe pastaj thotë e fiton lirinë. Edhe domethënë nuk i e hise domethënë e robreshave, po domethënë trajtohesh ndryshe si zoj. E rëndësishme. Ajo i thot po e pranoj thot mu bë grajote, mirë po më herë kam mi liru 40 burra për fisit e. Mi liru 40 burra për fisit e. Edhe pastaj çka ndodh, del edhe e morin vesh sahabët se Gjueria është gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe 40 burra lirohen. Janë konën 70 gra, se nuk jam i sigurt sa kanë qenë robneshat. Këto sahabët që kanë pasur robnesha. E që normalisht nuk i kanë prek, se o konë rregull në shariat, nuk preken ato, ka ato procedura. E rëndësishme. Kur kanë marrë vesh që Rasulullah i ka meq, ka thonë krejt na i kena liru robneshat. Asnjëna mos është robnesh. Këtë kthehen te familjarët e tyre. Pse thotë jam ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kan thonë transmetues nuk ka pas gruma të bereqetshme. Domethënë i ka liru burrat e fisit vet, i ka liru gratë e fisit vet, edhe komplet fisit vet domethënë janë bërë musliman, edhe domethënë e ka ndrruar raportin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Me por Rasulullah sallallahu alajhi wasallam e ka ditë se ç'ky popull, domethënë me bë me prek çtu, domethënë e ranon. Po me bë me ngrit çikën e zotnies, me mas zotnien me pru, apo u kon vlerë për ta. Edhe automatikisht u kthy një martesë në projekt daveti. Është kthy një martesë në projekt davetit. Kjo ndërlëzër, domethënë mund të na ndodhë neve si shpesh. Domethënë renditja e disa miqësive, edhe miqësimeve edhe e martesave, mu bën në interes të davetit. Domethënë çu kjo ose çu ky, domethënë më bën me ndodh, është çu kjo dobi për davetin. Është e qartë? Edhe pastaj matjet e kësaj natyre me kalkulu një dobi për dobive të domethënë të Islamit dhe mos me marrë veç me interesin domethënë personal. Për shembull tjetër të mishkuesish shoqëror është vizitimi i të sëmurëve, sikur sa shënim Buhariu për Enesit, ana ghulam al-yahuda kana yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarid. Tha një çon prej hebrejve i ka bëu shpesh hizmet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe është smu. Thot fa atau nabiy sallallahu alaihi wasallam yauduhu fa qala aslim fa aslam. Dhe erdhi tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vizitu i tha hin islam edhe hini. Keni momentin vizit dhe thirrje me në islam. Sepse ajo është në gjendje thymje. Ajo është në gjendje domethënë që në gjendjen e thymjes njerëzit reflektojnë pak më shumë. E për arsye, domethënë në rivayetin tjetër që është jashtë Imam Buhariu dhe Imam Ahmedi, thotë fa nadhara ila abihi wa huwa indahu fa qala lahu ati Aba al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Tha kështu që babon e vet thotë çfarë më bë? Thotë që bindjo Abu al-Qasimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama fa kharaja nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Tha dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha alhamdulillah që Allah e shpëtoi prej zjarrit, më sa pas ai ka vdek. Domethënë ndonjëherë për shembull, në vëllazër, kur janë njerëz të shtatin e vdekjes, ose kur janë në gjendje të keqe që janë shtrim, kur ka shumë ditë pa vdek, kupton, pa ardhur vdeka. Domethënë realisht ai nuk e ka gjendjen që i ka shpirtit e fyti. E kuptoni? Edhe çdo shpesh neve na hik, Allah na falt. Shpesh na hik domethënë shumë i bodavet. Për shembull, thoj 80 vjet që u kon komunist ose 60 vjet ka jetu këtë me xehel, shumë i shumë i fol. Edhe vesh foli për Allahun apo për shahadetin, kur gjë tjetër. Është i qartë. Që ajo mund të më bëj dobi. Që domthon këshir Rasulullah çfarë çefi, çfarë që pshtoi Allah për xhamin. Mohë nuk u kon xhali vet. E kupton, mo çu që shpirti i David Gjis. Çu që domthon ky gëzohet kur e shpëton dikën domthon prej devimit të dhërimit të shpëton domthon për xhamin. Një prej formave të mirëshkuesisë shoqërore është kujdesi gjatë qortimit. Janë dy sa nuk do të përmend hadithe që mos më zgaten. Kanë ardhur dikush ka folur një llaf çështu e tjetër një. Se janë llafë në rregull. Edhe ka ditë Resulullah kush ka folur. Çfarë? Ma balu aqwamin qalu kadha wa kadha. Shumë punë dove që po thonë çështu.
A disa respekt për një vëlla ti kur ai të nin, thoi, nitave që dikush kishte thonë çështu, pa Allah e fal se sot çështu. A di? Ai e di që ti e di emrin për shembull. E di kush e ka thonë. Domthon ti je i kujdesshëm mos me lëndu. Që kjo është kredit pastaj. Ja ke afru zemrën. Ja ke afru zemrën që ti shembull e ke ditë, ki mujt edhe me as përdor si pikë dop kundër ti, por nuk ja ke përdorur. E njëjta edhe me të afërm për shembull, apo? Shembull, nuk ke nevojë me shembull ka ndodhur një mëkat aty në familje, do ndodhet të afërm për shembull, aty ta bësh të madh, ta shfrytëzosh me godica. Pse juve ku ju ka pru xahileti? Pse ju pa islam ju ka prish familje, ju ka prish bashkësia jo. No ne ju u përhape keqja, ka hinje keqja na për familje, sa aty i ti bati, aty e ki pa, ose ai e di që ti e ki marrë vesh. Që kjo kur ti je i kujdesshëm për mos me kurit, është kredit pastaj. Që me lenë Allah subhanahu wa taala, pastaj mundesh me afru zemrën edhe mi bë davet. Një prej formave të mishkuesisë shoqërore është edhe metoda e mirë e këshillimit edhe mësimit. Që tu kena nevojë ndoshta ders vetëm me mojt në herë tjetër inshallah. Po kjo shumë është rëndësishme. Domthonë ka ne për shembull dëshira për me urdhën të mirë me rrugë keqe me kry punën, apo kupton? Do ban që miro udhës më të shkurtë, apo jo tema e shkurtë për dikan është gat masajna. Ti bësh shkurt që kjo u ban edhe s'ka ndryshe pike edhe hec, apo ama për dikan mund të më kon tani 10 vjet më ftof për ligjërimit fetar ose prej domthonë davete. Sigurisht që në rastin që shënim Muhamedi Muslimi pe Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami kur u kon tu fal edhe kur ka të shtit, edhe ky ka thonë yarhamukallah, ka thonë atin tu fal. Edhe thot faramauni al-qawm bi absarim, thot kejt njerëz thot kanë të marrë me sy, çish thove yarhamukallah tu kanë tu fal. Thot u bona shumë keq. Çish ke xhamia mund kshyr mund të bona në gabim, e çu kjo keve mund të na ndodhni, sot nëse ti bash nëse imam xhami. Po çdo 3-4 muaj penski me pas një fillestar që hera parë që u në xhami. Ai s'mund të më di këtë trenat e xhamisë, këtë trenat e namazit dhe kështu me radhë. Edhe tha erdhe dhe tha Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe tha fabi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mualliman qabla wala ba'du ahsana ta'limin. Tha Pejgamberi wallahi bofsha fliofsha pret për Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk kom pa mësues më të mirë se sa Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma qaharani wala darabani wala shay. As nuk më ka ranu, as nuk më ka godit, as nuk më ka shoh. E që më tha në hadith salat e laslo fi asheju min kelamin nas, që do namaz nuk ban me fol, apo? Thot inma huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atu al-Quran, tudu me tasbih me takbir dhe me lezu Quran. E pastaj vini re, thot qultu ya Rasulullah, thot Muawiya, thot ya Rasulullah, inni hadithu ahadin bi jahiliya, thot frekum do bi jahiliyetit. Që kjo inni hadithu ahadin bi jahiliya, inshallah ndoshta te seria shkëndije udhëzimi do të më trajtu se shpesh neve puna ik. Shpesh domethënë na i trajtojmë temat, të menu se kitë çekina para nesh, ose kitë më shëna të vol janë që 20 vjet uzëm. Nuk janë, ky vëlla 6 muaj ka uzëm, është e qartë. Mon hadithu ahdi mi jahiliya, freki dalën bi jahiliyeti, duhet me pas konsiderat. Edhe i thotë ja Rasulullah. Wa qad jaa Allahu bil Islam wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Neve na ka ardhur Islami pa lejkina do burra që shkojnë për falltar. Shkojnë në kamet hala bi jahiliyetit na për falltar. Thotë fala ta'tim. Mos shko te falltar. Shkoj nuk ju thotë kufret, del këtë pifejes, shko kallëzë aty në ngriti argument, ja thotë felat e atim, i thotë mos nuk duhet më shku se kjo pe kupton ti situatën, se këta alos e kanë kuptuar ku është koncept tema e falltare. Thotë wa min rijalun yatatayyarun, tha ai kina do njerëz që mirën me bestytni. Me kësaj domthon ogure. Qala dhalika shay'un yajiduna fi sudurihim fala yasuddannahum. Ha ju vën thotë në gjoks po tha mos nalen, mos apo ton ka për të emoca ajo kjo shpendet, mos bazohet. Unë që do e kom një diçka shumë e rëndësi. Kur e mëson but dikan, i jep motiva me vazhdu muhabetin. Apo kuptoni, kështu më njerë ka dalë të muhabeti falltarëve dhe muhabeti i ogureve. Do të thonë tema takidës to. Ai kish qel këtu tema takidës me pas ranu. Po si kish qel piranimit mall kish dalë edhe ish vazhdu. Shpesh ka njerëz nuk janë liruar me vet, me bë muhabet me ty për fesë, ti ja si ke dhomësi. Se njerë kur ja kim mësuni mesela, kim mësuar shumë ashpër. Ose njerë kjo ka qenë temë, domethënë nuk u ka në mënyra më e mirë e mundshme. Ndaj duhet më marr për çfarë një mësim që i jep motiv me vazhdu me kërkim të mësimit nëpërmjet pyetjeve të tij, nëse mësimi jo ti para përshtypje e mirë, përshtypje e butë, përshtypje e lehtë, që më përfo me relakson që me mua domethënë me len Allah subhanahu wa taala domethënë kalon mirë. Edhe një mësim është ndonëse kur të hapet ndaj temë, e hap dikush një temë, apo mund të kenë temë shumë pa lidhje, mund të kenë temë jo shumë me prioritet. Mos u bllokot te tema shoh hap. Është e qartë? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam s'ka folur këtu një saat për ahkamet e dispozitat e namazit. E ka kryer që ka dil në temën tjetër.
Ndaj kjo është një vërejtje shumë e madhe për vllaznin. Domethënë, në shembull, çelet një temë bën mi folën të afërm përdore. A lejohet kujt do tema? Mos rrit ajo temë nisat. Atë temë 1 minutë del me njerë të Allah subhanahu wa taala të me fol për fejen, për binin Allah, në shtrimin. Fol për temat që ato janë më të mundshme dhe janë më bazike dhe janë më themelore. Dhe kjo më nxirret edhe domethënë prej çeti domethënë në mësimit. Kështu që domethënë ose rasti aty nomadit që ka dhe ka urinu domethënë xhamit për Amin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo është një shembull me kallëzuese, domethënë njerëzit do të më Allah mundësi mos me tik. Po me kuptu prej mirëshkuesisë tonë se ti je domethënë afrues. Kështu që kudo që të jepet mundësia me investu për me hap rrugë në zemrat e njerëzve është shumë domethënë e rëndësishme. Domethënë shpesh sjellja jote ndodh që dikush pi sjelljes tonë motivohet me nguni ders pastaj. Ai s'e ngon dersin tanë apo në seksion tonë. Apo përshtypja mirë shkon tani ngon diçka. Me formë teki inshallah shpërblimin. Ose ndoshta ndonjëherë ndihmesa jote. Ju ki ndihmu krejt kur kush pitafër me si ka dalë. Shamu dikun vesh borxhi që dhon dikujt. Po ç'është domethënë sta harron, ç'ajo bëhet inshallah bi'idhnillah taala për shembull, që ndoshta e çet si prioritet. Nëse ndryshoj ndonjëherë komo ndryshu si ti. Nëse bëjnë ndonjë ndryshim në jetë, komo bën ndryshim domethënë si ti. Që kjo bëhet vetëm me të fal me shpjegim, jo, kjo bëhet edhe domethënë me sjellje, me mirëshkuesi, me disa domethënë në kontribute të vogla, simbolike në përditshmëri. Po me lenin Allah subhanahu wa taala të rëndësishme për me kriju një disponim të mirë për fenë Allah subhanahu wa taala. Çdo 7 ligjërata e kanë pas në çekat si synim me vë fokusin vetëm te një pjesë e sirrës së Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çysh Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fituar njerëzve zemrat. Nëse ai sallallahu alaihi wasallam ka Xhibrili ka pas wahy, çfarë përkraj ka pas për Allah, u dash me fituar njerëzve zemrat, na padyshim që do të edhe më shumë, Allah subhanahu wa taala na bota vëzhidin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.